Zoti Baraktaraj, me qenë se keni marrë pjesë në këto ligje edhe në të kaluarën, tentimi për ta bërë një reformë KPK ka qenë i vazhdueshëm përmes ndryshimeve në ligj. Mirë po, ka interpretime të ndryshme që është munduar edhe partia në pushtet që ta ketë ndikimin e vet në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Spari kemi pasur këtë lojën me ligjin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, ku u tentua një herë që të ketë një numër krejt ndryshe të antarëve, duke i zvogluar, më pas u rrëzu ligjin nga gjykata kushtetuese, kur u tentua herën e dytë kaloi, u bë numri sa një ekip futbolli dhe më pas erdhi një numër prapë më i vogël i antarëve. A është kjo që po ndodh në Këshillin Prokurorial të Kosovës vetëm një luftë brenda grupeve dhe tendenca për ta reformuar Këshillin, jo vetëm që po vije nga ana e dispozitave të ligjit të ri të Këshillit Prokurorial, por edhe nga një numër i prokurorëve për brenda sistemit që po dëshirojnë ndryshim, dhe një grupi të vjetër të prokurorëve që janë ricikluar në për këto pozita në sistemin prokurorial tashe ma shumë se një dekadë e gjysmë ndoshta do të thoja. Thjesht, a është kjo luftë vetëm brenda grupeve në sistemin prokurorial, apo është një luftë edhe politike? Janë duke munduar të vjetrit të qëndrojnë, ndërsa të rit të marrin terren. Unë para se gjitha është dhe në datë parë shoh si luftë më tepër brenda llojit, tendenca për të dominuar grupacione të caktuara, dhe kjo po dëshmohet qartë që atë që e ka thënë Komisioni i Venecias në raport me korporatizmin e këtij këshilli dhe mbasa dhe sistemit ka qëndruar dhe qëndron. Për fat të keq, ky këshill në bindjen time në vazhdimsi ka dështuar. Le të mos harrojmë faktin që kemi një këshill i cili ka dështuar me kry funksionin themelor, zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit në pajtim me parametrat kushtetues dhe ligjor, edhe për rrjedhoi nga viti 2022 kemi me ushtrues detyre pozitën më të rëndësishme jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por njëra prej pozitave më të rëndësishme edhe në komplet sistemin institucional dhe kushtetues. Dhe tash ka ardhur shumë lehtë kjo shpërfaqje, se ka ardhur në, çush më thonë, në hapat e fundit të këtyre grupeve, dhe tendenca është shumë e qartë që dojnë me shpërfaq dominancën këto grupe të cilat në vazhdimsi e kanë pasur brenda sistemit prokurorial, dhe Këshilli Prokurorial në jo pak raste ka dështuar në kryerjen e funksionit të tij dhe fitoi përshtypje që më tepër ato është si organ sindikal si mekanizëm me i kry detyrat dhe përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore. Fakti që mekanizmat ose antarët nga jashtë sistemit që shkojnë ato për ta bërë balancin në brenda sistemit prokurorial, tash natyrisht që vinë më tepër në shprehje, sepse në instancën e fundit mesin e 7 antarëve 300 nga jashtë, natyrisht që është shumë më e rëndësishme se sa në mesin e 13-ve siç ka qenë paraprakisht. Mirëpo, vlerësoj dhe duhet me ripotencu që kundërligjshmëria e vendimeve në Këshill Prokurorial është diçka që po e shoqëron që nga së paku 20 nëntori e këndej, sepse është interpretim i gabueshëm, sepse në rast se i referohemi web faqes së Këshillit Prokurorial, ato aktualisht figurojnë 12 antarë, përfshirë edhe një antar nga komuniteti serb që me sa di nuk ka asnjëherë vendim me cilin është përfunduar se është shkarku. E 50% i 12-shit dihet se është plus një antar. Në bindjen time është e diskutueshme a është 6 apo 7 antar korumi, ndërsa këtu po interpretohet qysh po ja edhe me 5, hajtë se po bajka. E keni pa me siguri vendimin për shkarkim të zotëri Besim Kelmendit? E kam pa në mos të konsiderueshme në bindje është i paqëndrueshëm, sepse i referohet ndonjëherë edhe dispozitave të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, e duhet me pas parasysh faktin që tek organet kolegjiale, por edhe tek mekanizmat e tjerë, ligji për procedurën e përgjithshme administrative vjen në shprehje vetëm atëherë kur dispozitat e ligjeve përkatëse, ligjeve respektive që rregullojnë funksionimin e mekanizmave e kanë të pambuluar mjaftueshëm situatat e tilla, e
ligji për Këshillin Prokurorial përfshirë dhe ligjin e fundit që ndryshon dhe plotson ligjin bazë, e ka të qartë çështjen e quorumit gjatë periudhës tranzitore deri në fillimin e zbatimit të reformës. Prandaj në bindjen time gjithë procesi që nga vendimarrja, aspekti edhe i procedural i propozimit për të përfshirë në rendite pa vendimarrje për të ndryshuar ranin e ditës, edhe gjitha aspektet e tjera përfshirë dhe këto aktivitetet ose veprimet e sotme, në bindjen time janë të kontestueshme. Ajo çka në fakt vlerësoj që duhet sa më parë gjykata themelore në Prishtinë, departamenti për çështje administrative, se me sa është thënë publikisht zoti Kelmendi Krahas Padis ka pa edhe propozim për mos të përkohshme, të vendosë një mos të përkohshme që që sa ka mundësi të ruhet në këtë stad të procedurës që ndodhet një trohë, le të themi, integriteti i sistemit prokurorial me theks veçantë i Këshillit Prokurorial të ruhet, sepse vërtet situata është jashtëzakonisht shqetësuese edhe për keqardhje çfarë po shohim edhe me datën 20 nëntor, por edhe atë që e pam sot. Zoti Shala, luftë brenda grupeve apo luftë politike? E kemi pa vazhdimisht tendencën e partisë në pushtet që sare veprante edhe ndërmirte veprime për të plotësuar, ndryshuar ligjin për Këshill, thonte që është një rezistencë e madhe edhe për çata edhe s'ka pas një bashkëpunim dur edhe me Këshillin Prokurorial në procesin e hartimit të ligjit, dhe a është kjo luftë që me ndryshu struktura e antarëve në Këshill për brenda grupeve të Këshillit, apo është një luftë politike që partitë e vjetra që kanë pas dominim në Këshill përmes antarëve të tyre sipas partisë aktuale në pushtet, të mposhtet nga partia në pushtet, që tash kjo parti ta ketë shumicën në Këshillin Prokurorial të Kosovës? Janë të dyja të vërteta, por në kohë të ndryshme. Fillimisht do thotë Ministria e Drejtësisë e ka vënuar për vite e vite reformën në Këshillin Prokurorial të Kosovës përmes ndërmarrjes së eksperimenteve të ndryshme. Pavarësisht faktit që është vlerësuar si nevojë urgjente reforma në Këshillin Prokurorial. Është vlerësuar që nga koha paraardhjes së kësaj qeverie ka qenë pjesë e politikave që janë draftu në kuadër të procesit të rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit, ku është thënë se është domosdoshme ulja e numrit të antarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, dhe që drafti aktual i ligjit, i cili tash ka hyrë në fuqi, si IKD e kishin propozuar rreth 4 vite më parë, mirë po që i njëjti ishte injoruar nga Ministria e Drejtësisë. Arsyeja pse kishin propozuar atë draft ishte se ato ishin limitet kushtetuese, ato ishin mundësit për ta bërë reformën në Këshillin Prokurorial të Kosovës, dhe e bënte të mundur që një reformë të zhvillohej sa më parë që është e mundur. Mirë po që fatkeqësisht do thotë nuk ishte vullnet dhe kishte tendenca që krijonin përshtypjen se ka tendenca për kapjen e institucionit të prokurorit të shtetit.